Në principin islam, pejgamberi jon alayhis salam ka thonë, kur vetmohet, në rast se vetmohet, një burr me një grua të huaj që nuk e ka gjakut dhe nuk ka lidhje martësore me të, dhe kusht është që ata të vetmohen, jo domethënë në një hapësirë publike. I treti i tyre është shejtani. Në një farforme është pasqyrim figurativ, është metaforë, që domethënë shejtani bën përpjekje që ata me i hedhën mëkat, edhe ata me bën një amoralitet, marr parasysh sepse ata nuk kanë lidhje martësore dhe nuk ju lejohet në farforme, atyre me qëndru domethënë një hapësirë të vetmuar vetëm ata dy. Për aq kohë sa na besojmë moral, besojmë në dinitet, besojmë në Zotin, për ne ky veprim është i pamoralshëm. Por momentin kur hiqet ky koncepti moral, hiqet e keqja, hiqet e mira, tash relacioni këtyre dy personave në pikpamjen moderne është relacioni i dy objekteve, i dy mishnave, kushtimisht me thonë, që relacioni tyne është puro biologjik, nuk ka në kontaktin e tyne diçka morale. Kuptojini, është koncept jashtëzakonisht i rëndësishëm. Kur në principin tonë, nëse ata dy vinë edhe takohen, për neve të cënohet diçka e moralshme. Ndërkaq, në principin modern, takimi tyre është një proces krejtësisht formal, biologjik, natyral, epshor edhe domethënë me çikash përfundon. Po kur falloj norme këtu, sepse normat janë eliminu qysh më herët. Thjesht është sikur mu taku dy robot edhe me kry një proces domethënë natyral, një proces biologjik. S'ka kur gjë përtej fizike, është gjithçka kontakt fizik mes dy personave. Faktikisht të mund nuk ka as orientim, as turp, as mekat, as kufej. Sepse edhe orientimi, edhe turpi, edhe mekati, edhe kufejt janë elemente që përcaktohen prej një fuqie metafizike mbi ne. Dhe në momentin që ajo tërhiqet, domethënë tërhiqet koncepti për të keqen. Dhe çka është më e keqja? Më e keqja është që një njeri kur bën keq, ai nuk e llogarit më që po bën keq. Sepse ai nuk ka një kriter me thonë që kjo është e keqe. Sepse edhe njerëz të mirë mund të bëjnë keq. Por ku është dallimi mes atij që beson moral dhe atij që s'beson moral? Ai që beson moral, ai edhe mund të bëj keq, por është i vetëdijshëm se po bën keq. Dhe hala veprën e tij e cilëson si vepër të keqe, dhe rrjedhimisht këtu ka shpresë që ky një ditë ka me braktisë të keqen, sepse domethënë ndërdijen e tij, në besimin e tij, ai mendon që kjo është e keqe. Ndërkaq, kur eliminohet e keqja si koncept, kur eliminohet djalli,